Me t'i kallëzuar hallet e mia i harron tuat, apo kupton, kështu që nuk... Edhe unë këtë kam kuptuar, se gjyshja ime është sprovu shumë në jetë. Ka humbë gocën e vetë, 18 vjeçe, është mbyt në ujë pa dashje. Që ajo ka qenë diku te 33 vjeçe, kupton, shumë e re. Të vdesi vajza 18 vjeçe, shumë. Edhe pas kësaj, burri që i ndroi jetë, pastaj pas burrit babi im, kupton? Dhe ka vujt shumë. Po kur del edhe shpreh për shembull nëpër mikeshat e veta që e bisedojnë kështu, kur vjen për shembull, thotë që takova filanën edhe e bisedova, thotë ti thash se më pyeti për hallin e gjitha këto. Po tha e ditha filloi ajo, tha, duke më thënë hallet e veta, thash o zot. Më thënë, kur fillon edhe ndan një histori tënde, ti nuk e di se halli im, unë e mendoj si hallin më të madh. Më të madh, fiks, a nuk mundesh me ditë çfarë halli ka tjetri. Po, edhe nuk mundesh domethënë të dish, këtë e them gjithmonë që edhe unë me humbjen e babit e kam pas shumë të vështirë, edhe në fund të ditës sado që keq mund të vi ty, keq i vinte, domethënë familjarëve tonë e gjithëve, po në fund të ditës të gjithë iknin dhe vazhdonin jetën e vet, po humbjen e kishim në shtëpia jonë kur mbyllnim derën, kush e vuante më shumë, ne që nuk e kishim më në shtëpi. Se ai me ne jetonte, kupton? Pra, edhe kjo, kur thua më vjen keq, patjetër që është fjalë ngushëlluese, edhe ti e ndjen atë personin e thu faleminderit që po më ngushëllon, po kur thon të kuptoj, më duket pak sa e kuptojnë këtë ndjesinë të humburit për shembull një prind, po prap uroj, them gjithmonë që sa më larg ta kenë të shkruar, se është humbje e madhe. I thash, tjerë kanë histori të tjera. Është një sen që nuk adin mësosh me dhimbta, nuk e harron kur, është një sen që s'ka shanse me harru. Mësohesh me dhimbjen e kujton. Po që jeta të sprovon shumë. A bën me të bani përqafën? Po, edhe unë ti një përqafën shpejt. Se kam Ti e shpirti, bukurie. Faleminderit. Edhe më pëlqen edhe kjo gjëja që këtu në Big Brother njeh njerëz që ndoshta e ke pa jashtë edhe ke thënë o zoti, si do e çoj me ta?